PD-ja pas skandaleve një pas njësh për korruptive të qeverisë duke u ndalur tek ajo më e fundit, ajo çështjes Balluku. Kam këto momente shoh deputetin Gjin Gjoni së bashku me Marsin. Marsi po. Po, Arnold, ashtu sikur se thash pak më herët, kam bëritur në Selim Blu dhe deputeti demokrat Gjin Gjoni dhe do diskutojmë për detajet e mëtejshme të protestës së ditës së sotme. Zoti Gjoni, protesta e 22 marsit, një simbolik në atë të 34 viteve më parë, çfarë pritet të më thotë? Ashtu siç e thatë edhe juve, protesta e sotme është në kuadër edhe të 34 vjetorit të partisë të 22 marsit të 92-shit, fitore së Partisë Demokratike mbi regjimin e asaj kohe. Padyshim që përveç simbolikës sot kjo protestë ka brenda edhe çështje të cilët sot shqiptarët po vujmë për një arsye shumë thjeshtë, sepse përsëri po jemi kthyer në një diktaturë të re dhe sot ashtu siç e kanë deklaruar edhe një pjesë e instituteve ndërkombëtare, por edhe institucione qendrore europiane, jemi kthyer në një autokraci elektorale. Sot, ashtu si që keni vërejtur ju, një nga çështjet kryesore, përveç nivelit të korrupsionit i cili tani më është i provuar dhe padyshim me institucionet europiane, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po japin sinjale shumë të forta në drejtim të qeverisë Rama, por nga krau tjetër janë edhe rritja e çmimit të lartë të naftës, i cili sot shqiptarët po e vujnë në kurriz dhe po t'i krahasosh me të gjithë rastet e vendeve fqinje, qoftë Malit Zi, qoftë Maqedonisë, qoftë Italisë, rezulton që kryeministrat e këtyre vendeve kanë marrë masa lehtësuese për uljen e taksës mbi karburantet, të cilët ndikojnë drejt për drejt në jetën e qytetarëve të e kundërta ndodh me Shqipërinë. Rama, duke qenë se është pjesë e këtyre lobeve dhe oligarkëve të naftës, rezulton që nuk tallet me qytetarët, nuk ndërhyn në uljen e taksës dhe njëkohësisht poshton dita ditës varfërinë në lidhje me shqiptarët. Zoti Gjoni, është paralajmëruar që do të jetë një protestë ndryshe nga ato të herëve të kaluara. Ka mbajtur 6 brenda këtij viti të opozita. Çfarë do të ndryshojë këtë herë? Unë themi që jemi në momentet e fundit të cilët me mobilizimin qytetar i cili juve e shihni edhe vetë që edhe në kuadër të 22 marsit dhe 34 vjetorit të fitores së Partisë Demokratike ndaj diktaturës, rezulton që ka një numër të shtuar të qytetarëve, ka një mobilizim të strukturave të Partisë Demokratike në çdo rreth dhe sot protesta, ashtu siç është paralajmëruar, do ketë një skenar tjetër i cili do të ndryshojë nga skenaret e mëparshme, padyshim që do ketë një marrëshim, por nga krau tjetër gjithmonë protestat do sjellin një risi të re dhe shpresoj që protestat të shpeshtohen akoma më shumë dhe në ditët nga njëra protestë në tjetër, qytetarët e kërkojnë që të jetë më shkurtër, mundësisht të ngujohen në sheshe deri në rrëzimin e plot të qeverisë Rama. Është momenti për të dhënë goditjen përfundimtare. Zoti Gjoni, duke marrë shkase edhe nga porosia që lideri i opozitës Sali Berisha u la deputetëve të Partisë Demokratike për të bërë takime intensive në terren me qytetarët. Ju keni qenë në këto takime. A janë qytetarët të revoltuar dhe në aktet në thirrjet e tyre finale për rrëzimin e qeverisë? Qytetarët, ashtu siç e kam deklaruar dhe më parë, janë një avantgard të themi të drejtën. Ata kërkojnë që veprimet e tyre të jenë më konkrete, të jenë më radikale në raport me mënyrën e protestës. Padyshim që Partia Demokratike ka dhe detyrimet e saj për të qenë brenda konturave ligjore dhe unë mendoj që temperatura në lidhje me mënyrën e protestës nga ana e qytetarëve është shtuar dhe dështohet akoma më shumë. A mendoni se do të arrijnë këto protesta dhe radikalizimi që ju paralajmëruat pak më parë qëllimin final të opozitës? Protestat nga momenti i fillimit dhe deri në momentin aktual ka një ngritje të mënyrës të protestuarit dhe mënyrës se si është reaguar nga ana e qytetarëve. Padyshim që po shkojmë drejt momenteve të fundit dhe duhet patjetër që të radikalizohen edhe akoma më tepër në raport me këtë qeveri e cila nuk pyet as për shtetin e drejtës, as për presionin e ndërkombëtarëve, as për presionin e qytetarëve dhe janë qytetarët ata që do të japin goditjen përfundimtare kësaj qeverie. Edhe një pyetje të fundit, në këtë fazë ku jemi, çfarë do të kërkesa kryesore që do të kërkohet sot në shesh? Kërkesa kryesore është dorëheqja dhe e qeverisë Rama. Padyshim që çështja e Ballukut është një nga çështjet të cilët ka marrë edhe peshën kryesore deri në momentin aktual të protestave, por duke qenë se
njeriu i cili është mbas Ballukut dhe njeriu i cili po mbron sot krimin edhe me urdhrat e tij politik, por dhe mënyrën se si po e menaxhon të gjithë çështjen dhe situatën e krimit të organizuar dhe të korrupsionit është Edi Rama. Dhe kështu detyrimisht do kërkohet edhe zgjidhja me qeveri teknike dhe sa më shpejt të shkojmë në zgjedhjet parakoshme për gjithë shqiptarët dhe për të hequr të zgjell përfundimisht nga supet e gjithë njerëzve dhe jo vetëm demokratëve, po edhe socialistëve të ndershëm. Faleminderit. Kënaqësi. Arnold ishim pra me deputetin e Partisë Demokratike, zotin Gjin Gjoni, i cili tha që protesta e ditës së sotme do të jetë ndryshe, do të jetë